Të punosh me të rinjtë sotëm nuk është elit, por të punosh me të rinj të talentuar është kënaqësi e veçantë. Për punën me talente të reja dhe të rinj që punojnë fort për të qenë më të mirët në profesione të ndryshme, do të flasim sot me menaxheren e Kosova Global Talent Center, Merita Aliq Kajlezi. Merita, mirë se erdhe në Narracion. Mirë se gjejt, faleminderit për ftesën. Po përmendim së pari fillimet tuaja, pse zgjodhe studimet në fushën e drejtësisë? Po, unë fillimisht edhe njerë ju falenderoj shumë për mundësinë që me shpalos profilin tim profesional të emisionin Narracion. Ju përgëzoj për emisionin. Unë vi nga qyteti i Skënderaj, do me thonë shkollën fillore dhe të mesme e kam përfundu në Skënderaj. Ai orientimi profesional si gjithmonë nuk është shumë i definuar çështë fillimet tona, kështu që unë kam përfundu shkollën e mesme të mjekësisë në qytetin tim. Dhe prej aty e kam po që mjekësia nuk është që mu ka përshtat shumë si profil, edhe e kam vlerësu qysh në atë kohë që jam ma shumë do me thonë gjinde ma shumë të shkencat sociale, kështu që edhe pse kam përfundu mjekësin, pastaj kam vendosur që të orientohem të fakulteti juridik, do me thonë në vitin 2001 kam fillu studimet, pastaj për një kohë, do me thonë i kam përfundu studimet bachelor, pastaj kam vazhdu studimet master në drejtimin financiar, por gjithmonë ai vendimi që me marrë një orientim profesional është ndoshta edhe nga rrethonat e kohës, kështu që në vitin 2012 kam fillu të jem koordinatore në qendrën Infinet, do me thonë në ka qenë një qendër e kurseve, edhe prej aty kam vazhdu rrugtimin, do me thonë me fëmijë, me nxënësa, me tri, e kështu me radhë. Si ishte eksperienca juaj e punës në OSBI? Në OSBI ka qenë diçka interesante, sepse unë qysh e re, do me thonë kam qenë në vitin e 3 të shkollës të mesme, dhe ka qenë pas lufta në vitin 2001, do me thonë, edhe e pash që është hap konkursi për kthyse atë ku ka qenë, do me thonë edhe nuk është që ne kemi pas nivel shumë të lartë gjuhës angleze, por ashtu si tip që kam dëshirë sfidat, do me thonë kam konkuru dhe më kam pranu si për kthyse gjuhës angleze, dhe do me thonë ka qenë një eksperiencë shumë e mire, fillimet mia, kam punu 2 vite radhazi, zgjedhjet do me thonë lokale edhe qendrore, vitin 2001-2002. Kur u bë hapja qendrës Infinet dhe çfarë mund na thoni për angazhimin tuaj aty? Qendra Infinit është hap në vitin 2012 dhe unë kam qenë ato qysh nga fillimet e qendrës, do me thonë atë kohë është vendosur me hapje qendër trajnuese dhe për një periudhë 12 vjeçare kam qenë e angazhuar, do me thonë në udhëheqjen e kësaj qendre. A ishte sfidues fillimi juaj si menaxhere e kësaj qendre? Po normalisht që fillimet gjithmonë janë sfiduese, është diçka që ti nuk është që e njeh shumë mirë dhe do me thonë është mungesë e eksperiencës, mungesë e rrjetëzimit e kontakteve që ke në atë kohë dhe nuk është shumë e lehtë me fillu diçka të re, por mbështetja e menaxhmentit të qendrës ka qenë shumë e mirë, do me thonë edhe kanë qenë shumë përkras, edhe ja kemi dalë do me thonë shumë mirë, edhe vetë arsyeja që kam qëndruar aty për 12 vite ka qenë ajo që do me thonë është diçka që unë jam ndjerë shumë mirë, edhe ka marrë një eksperiencë që më ka shërbyer shumë në vitet në vazhdim. Ju e keni hapur qendrën Kosova Global Talent Center. Çfarë mund na thoni për misionin e kësaj qendre? Përvoja ime në qendrën Infinet ka qenë e atill që mu ka dhënë rasti që të kem do me thonë kontakt vazhdimisht me fëmijët që janë të talentuar në fushave të ndryshme. Dhe nga aty me lindi ideja që pse unë mos ta hap një qendër, do me thonë që mundë me menaxhu vetë, do me thonë është një qendër që unë komplet është në pronësinë time, dhe në vitin 2024 kam vendosur dhe jam largu nga qendra Infinet dhe kam vazhdu me biznisin tim personal që është Kosova Global Talent Center, dhe është një kënaqësi shumë e madhe që të kam kontakt, kam bashkëpunim me këta prind, me këta fëmijë, cilët po na bojnë krenar çdo ditë më shumë, përveç në vendin tonë edhe në arenën ndërkombëtare. A ka Kosova të rinj të talentuar? Patjetër që ka, nuk është asnjë dyshim që ka, edhe ajo që unë e thash edhe më herët është që do me thonë gjithmonë e kemi një hezitim që t'i kalojmë kufit tonë, por në tashme e kemi dëshmu, është viti 4 që unë udhtoj me këta fëmijë në vendet e ndryshme, kemi udhtu prej Parisit, Romës, New Yorkut, do me thonë kemi qenë në Holland, edhe
tash sfundmi, domethënë, do të shkojmë edhe në shtetin e Azerbajxhanit me fëmijë që do të garojnë në fushat e ndryshme, edhe këta fëmijë çdo ditë më shumë po na bojnë krenar dhe po e dëshmojnë veten që vërtet kanë talent në fushat të ndryshme. Si organizohen kurset në qendrën tuaj dhe sa zgjaten? Ne kemi forma të ndryshme të kurseve, fokusi jonë është organizimi i garave ndërkombëtare, por përveç kësaj, domethënë kemi edhe kurset e rregullta që ne i organizojmë. Qendra jonë është e fokusuar në 3 profile kryesore, që i kemi lëndën e matematikës, teknologjisë dhe gjuhës angleze. Forma e kurseve është e atill që kemi kurset bazike, kurset e rregullta, domethënë që kanë drejt me ndjek të gjithë fëmijët të cilët dëshirojnë me u avancu në këto 3 fusha që ne i ofrojmë. Po ashtu kemi kurset që janë për fëmijët e talentuar, të cilët vetë sa e kanë talentin, domethënë në fushat e caktuara. Aktualisht i kemi grupet e matematikës, të cilët janë duke ndjek këta fëmijët të cilët janë përzgjedhur nga shkollat e tyre që t'i ndjekin kurset, dhe kozgjatja është varet pastaj prej gara kur është e organizuar se atë datat që ata i kanë të përcaktuara. Aktualisht kemi kurse që zgjaten nga 3 muaj deri në 5 muaj dhe mbohen 2 herë në javë ka një sesion, domethënë që mbohen vijojnë fëmijët në qendra jonë dhe pastaj vazhdojnë deri në përfundimin e tyre. A ka kosto të lartë ky angazhim i tyre? Po normal çdo angazhim që bëhet për fëmijët e tyre, prindrit janë ata që duhet të paguajnë, për shkak që nuk e kemi ende nuk kemi arrit me marrë një donacion ose një grant prej institucioneve publike ose sponsor privat që ne kishim pas mundësi me ju ofru këtyne fëmijëve të talentuar që ata mos me pas kosto. Nuk është kosto edhe shumë e lartë, domethënë çdo prind është i gatshëm që të investojë te fëmijët e tyre, kështu që ata gjithmonë kanë gatishmëri. Nëse më lejohet, domethënë është aktiviteti i fundit i qendrës tonë është pjesëmarrja në KOS ICT, ka qenë një festival i teknologjisë, ku kemi pas nderin me marr pjesë para 8 investitorëve ndërkombëtar, të cilët kanë ardhur me ndëgju prezantimet e start-up bizneseve, domethënë këtu në Kosovë, dhe kam qenë me një prezantim të qendrës Kosova Global Talent Center dhe kemi pas nderin që timi prej të përzgjedhurve të tyre, domethënë kemi arrit me marrë një grant me shumë prej 10.000 euro, edhe qendra jonë tash do ta zhvilloj një platformë elektronike. LMS sistem është domethënë një database ku do t'i mbledhim gjitha dhënat e fëmijëve të talentuar në Kosovë, edhe do të bëjnë një rrjetëzim përveç Kosovës edhe në rajon. Cila është mosha juaj target në qendrën tuaj? Mosha e fëmijëve të cilët vijojnë përveç kurseve edhe garat edhe olimpiadat ndërkombëtare që ne organizojmë është nga klasa e parë deri te klasa e 12, që do të thotë shkollave fillore dhe shkollave të mesme. Sa është limiti që keni caktuar për një grup në qendrën tuaj? Po tash i kemi një minimum ashtu që fëmijët domethënë që interesohen për kurset tona është 6 deri 12, domethënë është zakonisht numri, maksimumi që mundet me shku një grup është deri 15 fëmijë për grup, për arsye se nëse rritet ky numër atëherë edhe efektiviteti i mësimit nuk është në nivel që na dëshirojmë me qenë. Cilët fëmijë kanë përparësi në qendrën tuaj? Nuk kemi dallime, normal nuk asnjë dallim më të vogël, domethënë nuk bëhet në qendrën tonë. I vetmi dallim është domethënë dëshira e fëmijëve për me ardhur me ndjek kurse edhe me rrit nivelin e tyre akademik. A e cilësoni të rëndësishëm bashkëpunimin me prindërit? Patjetër, ndër rëndësia primare është bashkëpunimi i qendrës me prindërit, sepse ata janë që faktori kryesor që dëshirojnë që fëmijët e tyre të shkëlqejnë përveç në shkollë, domethënë edhe në fusha tjera, kështu që rëndësinë primare të qendra jonë e kanë prindërit, pastaj vijojnë fëmijët edhe bashkëpunime tjera. Çfarë raporti mundoheni të ndërtoni me nxënësit, bazuar edhe në faktin se jeni nën? Bashkëpunimi, fëmijët që vinë në qendrën tonë ndihen sikur në shtëpitë e tyre, domethënë kemi një ambient shumë miqësor, edhe ajo lidhja që bëhet me ta është shumë e fortë, kështu që çdo fëmijë që vjen në qendër gjithmonë ka dëshirën që me qëndru sa më shumë për shkak të këtij afiniteti që na i ofrojmë edhe komoditetit që ata kanë në qendër. A keni bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Drejtorinë Komunale të Arsimit?
Po, kemi qenë disa herë, kemi qenë në bashkëpunim të ngushtë me ta, edhe pse nuk kemi marrë ndoshta një mbështetje ashtu konkrete, shumë të lartë, por na kanë prit disa herë në zyret e tyre, edhe në Ministrinë e Arsimit, edhe së fundmi kemi qenë edhe në Drejtorinë Komunale për Arsim, cilët po presim me realizu një bashkëpunim me ta që do me thonë bashkë me institucionet publike ju ofrojmë këtyre fëmijëve mundësi që ta shfaqin talentin e tyre në këto fusha që na i përmendëm më herët. A mendoni se shkollat mund të ndikojnë më mirë në aspektin e orientimit të talenteve të reja? Patjetër, domethënë shkollat është faktori kryesor, shkollat që mundet me ju ofru aty në orientimin që ata kanë mundësi me zgjedh. Në këtë rast jam shumë falënderuese ndaj shkollave, sidomos shkollat e kryeqytetit, të cilat janë shumë bashkëpunuese gjithmonë. Nëse ne e shpërndajmë një njoftim me këto shkolla, ato janë të gatshme me shpërndat e fëmijët, kështu që i përgëzoj edhe ata për gatishmërinë për bashkëpunim. A ka pasur ndikim pozitiv qendra juaj në aspektin e orientimit në karrierë të rinjve? Po, kemi pas shumë raste që tashti ata fëmijë që kanë ndjek programet tona veç janë orientu dhe kanë zgjedhur një profesion të caktuar, sidomos ata që janë në fushën e teknologjisë. Domethënë ka fëmijë që kanë ndjek programet tona, kanë marrë pjesë në gara ndërkombëtare, tash veç vetëm ka zgjedhur një orientim, sidomos në vendet perëndimore, përveç shteteve evropiane, po ashtu edhe në Amerikë. Domethënë kanë pas si mundësi që ata për kontaktin që na kemi kriju, për shembull në vitin e kaluar kemi qenë NGIT është një universitet në New Jersey, domethënë edhe aty jemi taku me dekanën e këtij fakulteti dhe ajo ju ka dhënë shumë mundësi dhe është befasuar me performancën e trinjve nga Kosova, kështu që ne gjithmonë përveç qëllimit të pjesëmarrjes kemi edhe ndërtimit të kontakteve me këto universitete që më jap mundësi trinjve tanë që të orientohen dhe të zhvillojnë talentin e tyre në studimet dhe në profesionet e ardhshme. Sipas statistikave tuaja të brendshme, sa kanë arritur nxënësit tuaj të punësohen pas certifikimit në qendër? Po, qysh e ceka më herët na fokusin kryesor e kemi të fëmijët, domethënë shumicën e nxënësave në qendër i kemi fëmijë të shkollave fillore, me numër më të vogël të shkollave të mesme, kështu që është një statistikë ndoshta që ata janë orientu edhe e dinë pak a shumë orientimin e tyre në karrierë se ku do të vazhdojnë, por nuk kemi statistikë të saktë për punësime për shkak që mosha e tyre që vijojnë mësimin ende janë të ri, domethënë edhe nuk është që janë punësu ndoshta me një herë me pa saktësisht që me marrë një statistikë saktë, por ka ata për aty në domethënë që janë orientu edhe tashti veç e dinë ku e kanë talentin edhe vazhdojnë me u avancu në atë drejtim. A mund ta ndani ndonjë nga kujtimet kur nxënësit kosovar kanë dalë të parë, edhe ndërkombëtarisht? Si jeni ndier? Ndoshta është më rëndësi me u përmend rasti kur kemi qenë në Francë, ka qenë në viti i parë, në vitin 2023, ne kemi marrë pjesë, domethënë në garën STEM Olimpiadën në Paris. Edhe në një farë forme atë vit kemi shku me marrë pjesë, nuk kemi shpresu shumë në fitore. Edhe kur i pom fëmijët e Kosovës që po e marrin flamurin edhe po dalin skenë në krahas shteteve tjera, ka qenë një krenari e papërshkruar, domethënë ka qenë diçka që ka qenë hera e parë që e kum përjetu, domethënë si udhëheqëse e atij grupit, edhe ndjejnë normal edhe krenari edhe ndjejnë shumë e veçantë që ne kemi arrit me çu këta fëmijë, domethënë me një vend perëndimor, me një vend ku është i avancuar shumë sistemi arsimor, edhe po na bëjnë krenar me të arriturat e tyre. Cila është këshilla juaj kryesore për prindërit e rinj në lidhje me orientimin e fëmijëve të tyre profesionalisht? Këshilla ime është që prindërit sa më herët ti marrin informacionet e nevojshme që ti orientojnë fëmijët e tyre në ato fusha që ata kanë pritje dhe kanë talent, për shkak që e përmenda në fillim të intervistës se ne nuk kemi pasur mundësi, ndoshta kemi provu në shumë drejtime derisa e kemi gjetë veten ku saktësisht po përshtatemi me njohuritë tona, kështu që i kisha preferuar shumë që ata shumë herët me hulumtu, me pa përveç shkollës, domethënë edhe mundësi tjera që prirjet e fëmijëve tyre të dinë saktësisht ku janë dhe aty ta zhvillojnë domethënë talentin e tyre, jo të shkojmë ashtu të provojmë në disa drejtime dhe pastaj mos kemi rezultat konkret. A duhet ndihmuar fëmia në orientimin në një profesion fitimprorës apo të lihet i lirë të vendosë për veten? Unë mendoj që është më rëndësi me e orientu, se fëmia normalisht që ne do ta lajmë të lirë që ai ta gjejnë veten në atë drejtim që e ndin veten më të përgatitur,
por roli i prindit është ai që duhet patjetër me e orientu, sepse ne e kemi një përvojë dhe shohim se çysh funksionojnë gjanat në tregun e punës edhe në tregun, po mendoj edhe në fushën arsimore, kështu që normal t'jeti i lirë, po t'jetë një këshill dhe një orientim edhe nga ana prindit patjetër. Nga ajo që e shihni çdo ditë, cila është këshilla që gjithmonë u thoni fëmijëve tuaj? Po, ajo që është shumë e rëndësishme, domethënë është ndershmëria, nëse është fjala për fëmijët e mi, domethënë personalisht që unë kam 3 fëmijë, është një vajzë dhe 2 djem. Gjithmonë është t'jemi sa më shumë të ndershëm, t'jemi të sinqert, t'jemi korrekt, kemi një edukat mirë, edhe pas kësaj, domethënë ajo që shija mbi thort është edhe avancimi i tyre profesional, edhe ata ta kenë një profesion, domethënë që t'jenë rahat dhe të ndihen mirë në të ardhmen e tyre, domethënë të kenë diçka ku ata kanë me shfaq talentin për kushtimin punën edhe të arrijnë sa më shumë që ata kanë mundësinë e karrierën e tyre. Kur e vendosët mbulesën dhe sa ka ndikuar kjo në bashkëpunimet tuaja? Mbulesën e kam vendosur në vitin 2003, kam qenë mes të studimeve të mia, ka qenë një periudhë bukur sfiduese për shkak që ka qenë një vendim që domethënë atë kohë nuk është kohë e lehtë me marrë, domethënë për shkak të paragjykimeve, fillimisht nga familja, pastaj nga rrethi edhe shoqëria kështu me radhë. Por përveç domethënë këtyre sfidave kemi pas edhe te ana profesionale që ndoshta nuk ka qenë e lehtë, por me ndihmën e Zotit nëse ti e merr një vendim, domethënë për hir të tij, atëherë edhe rrugët hapen, edhe kam vazhdu studimet e mia, i kam përfundu ato, kam vazhdu punën, edhe tashti domethënë e kam atë përvojën edhe asnjëherë nuk më ka ndodhur që me qenë e paragjykuar, edhe jam falendëruese edhe ndaj rrethit, shoqërisë, domethënë edhe pse në fillimet nuk ka qenë shumë e lehtë, por ndoshta edhe kam pas fatin mos të kem ndaj problem diçka në këtë drejtim dhe nuk kam has ndaj vështirësi as nga ana profesionale, as familjare ose diçka e tillë. Në rastet të fëmijëve me talent të jashtëzakonshëm, cili është hapi i parë që ju e ndërmerrni? Hapi i parë është identifikimi përmes metodave që i ka qendra jonë, përveç stafit të mësimdhënësve, domethënë që i kemi në qendër, kemi edhe domethënë psikologën që është e angazhuar, dhe metoda kryesore që ne e përdorëm të qendra jonë është testi i aftësive kognitive, është një test i standardizuar, domethënë është ndërkombëtar, edhe fëmijët vinë në qendër, i nënshtrohen atij testi dhe pastaj përmes tij, domethënë i shohin ato fushat që ata kanë prirje dhe orientimi është, domethënë kjo aftësitë kognitive është pak a shumë te aftësitë e buta ose domethënë mënyrën e aftësive intelektuale që ata kanë, edhe e shohin fushat. Domethënë prirja e tij a është te shkencat eksakte, a është te matematika, a është te aftësi gjuhësore ose në teknologji. A është angazhimi juaj në qendër një mënyrë për ta dashur atë dheun? Po patjetër, normal që është një mënyrë për ta dashur atë dheun, se puna që ne po e bëjmë me fëmijët është edhe një kontribut për promovimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe çdo ditë më tepër, domethënë shtete tjera dhe bashkëpunimet që ne i kemi po e njohin punën përmes punës tonë, po e njohin shtetin tonë, edhe normal që për këtë çështje ndihemi krenar që po kontribuojmë sadopak që ta promovojmë shtetin edhe Kosovën në arenën ndërkombëtare. Cili është misioni juaj në fillimin e çdo dite? Misioni im, domethënë që unë nisi një ditë të re, është që të kem efekt që prindrit të jenë të kënaqur, fëmijët të jenë të kënaqur te qendra, edhe në përfundimin e ditës, domethënë ta përmbylli me atë që domethënë kjo punë po rezulton me suksese, edhe të jetë domethënë sa më produktive që secili klient, secili fëmijë, secili prind të jetë i kënaqur me ata që po e marrin te qendra jonë. Ku ka më shumë kualitet në mësim? Në shkollat publike apo private? Me të drejtën, ndoshta është një farforme është sistemi i ngjajshëm. Ne kemi pas shumë raste që fëmijët cilët kanë të dalë shumë të talentuar kanë ardhur nga shkollat publike, kështu që nuk isha thonë që ka ndonjë dallim shumë të madh te aspekti mësimor, për shkak që të paktën ne nuk e kemi vrejtë. Sfundmi tash që ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjysma e fëmijëve që ishin prezent ishin nga shkollat publike dhe nxënësi i shkollës Azdreni nga Peja është shkollë publike, domethënë ka arritë të renditet në vendin e tretë në
fushën e kodimit, më thonë është një vend që ka qenë konkurenca bukur e lartë, edhe ai me njohuri që i ka marrë nga shkolla, më thonë ka arrit me u kualifiku në një nivel të tillë. Çfarë mendimi keni në lidhje me përdorimin e inteligjencës artificiale nga ana e nxënësve? Është diçka që nuk mund t'i shmangemi as si fëmijë, as si të ri, as si prind, domethënë është diçka që po jeton bashkë me neve, inteligjenca artificiale, dhe normal ne duhet të përpiqemi që ta marrim më të mirën e mundshme nga kjo mundësi e re, domethënë që mos t'i lajmë fëmijët, ajo që mua më shqetëson është domethënë që mos merret gjithçka e gatshme për shkak që normal që nuk do të ndikojë në aftësimin e tyre për të ardhmen edhe për sfida që i sjell jeta. Domethënë nuk është gjithçka ashtu e gatshme të jetë përmes teknologjisë, po ta sfidojmë veten edhe nga intelekti jonë që mos marrim domethënë gjitha gjanat ashtu pa u mundu fare. Nga nxënësit që vinë te kjo, a mendoni se është shumë më mirë të ndërrohen plan programet në shkolla? Kjo është një fushë ndoshta edhe nuk ka mundësi me qenë kompetent për shkak që kurrikula arsimore ndërtohet dhe është një punë bukur e madhe, domethënë që bëhet nga ana e ministrisë dhe institucioneve përkatëse, por ajo që unë kam vrejt është që sistemi tonë arsimor i mungon mendimi kritik, domethënë ajo shprehja kreative e fëmijëve, dhe kurrikula tona po ndikojnë shumë pozitivisht këtë drejtim, sepse ne po bashkëpunojmë me institucione ndërkombëtare të cilat i kanë plan programet e tyre të dëshmuara, domethënë që kanë sistemet arsimore sikur për shembull të Francës, Gjermanisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë po morëm diçka të gatshme që ata e kanë provu edhe ka rezultuar me sukses, kështu që janë do fusha që ndoshta ne po i zhvillojmë kurse nuk zhvillohen në sistemin e rregullt mësimor, dhe është diçka që një aktivitet shtesë që fëmijët po i avancojnë shumë në fushat e ndryshme. Ju personalisht, ku e gjeni mbështetjen tuaj më të madhe? Unë mbështetjen time më të madhe e gjoj te familja ime, te bashkëshorti, domethënë te 3 fëmijët e mi, të cilët janë shumë përkrahas, edhe asnjëherë nuk hezitojnë që të na dhojnë përkrahjen që bashkë, domethënë ja dalim dhe nuk, domethënë secili jep kontributin e tij në familje, kështu që po ja dalim shumë mirë edhe në këtë aspekt. A është fokusi juaj vetëm në kryeqytet, apo mendoni të zgjeroheni edhe në qytetet e tjera të Kosovës? Domethënë qendra jonë është aktivitetin kryesor e ka këtu në Prishtinë, në kryeqytet, por nuk mbungojnë bashkëpunimet që i kemi në qytetet e ndryshme të Kosovës. Kosova Global Center ka përmbi 10 qytete të Kosovës, i kemi koordinatorë që e kryjnë punën e tyre, sidomos në organizimin e garave ndërkombëtare. Domethënë në gjitha qytetet më të mëdha të Kosovës i kemi koordinatorë, kështu që puna jonë e ka një shtrirje e bukur gjerë edhe në qytete të tjera. Në çfarë garash keni marrë pjesë deri më tani? Dhe çfarë mund të na thoni për to? Deri më tani kemi marrë pjesë në këto gara që veç e përmena që i kemi si fokus të qendra jonë, garat e matematikës, teknologjisë, gjuhës angleze. Ajo që dua të them është që domethënë fëmijët nga Kosova, sidomos në fushën e teknologjisë, domethënë kanë shumë prirje, edhe gjithmonë rezultati më i lartë ka qenë në këtë drejtim. Domethënë në vitin e kaluar në Amerikë kemi pas vendin e parë në kodim, po ashtu edhe në shtetin e Holandës, domethënë vendi i parë dhe vendi i dytë i ka taku nxënësve nga Kosova. Për fund, si e shehni të ardhmen e të rinjve në Kosovë në raport me vendet e rajonit? Unë e shoh domethënë duke pa potencialin edhe talentin e fushat e ndryshme të të rinjve kosovar, e shoh që shumë shpejt ne do të jemi domethënë njëjtë sikurse të gjithë fëmijët e rajonit, edhe pse jo edhe të botës. Ndoshta tash edhe kjo globalizmi i funksionit, domethënë që qysh po funksionon bota sot, domethënë nuk ka dallim për cilit vend po vjen, mundësitë janë të barabarta, vetëm se duhet pak një orientim nga ana e prindërve, nga ana e qendrës, nga ana e shkollës, që me i orientua ata në fushat e caktuara, dhe normal që domethënë fëmijët nga Kosova kanë me shkëlqy çdo ditë më shumë dhe s'ka me pas dallim, domethënë në asnjë fushë me shtetet e rajonit edhe të botës komplet. Faleminderit Merita që ishën në narracion. Faleminderit juve për mundësinë.